Një moment shumë dramatik dhe i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother, ku një zar fizik ka mbërritur për Kristin, duke krijuar menjëherë tension dhe ankth mes të gjithë banorëve. Siç dihet, zarfi i zi është gjithmonë shenjë e një vendimi të rëndësishëm dhe zakonisht lidhet me shkelje serioze të rregullave të shtëpisë, prandaj atmosfera u bë menjëherë e rënë dhe plot pasiguri. Banorët janë mbledhur të gjithë në ambientin kryesor, duke pritur me kurreshtje dhe frikë për të mësuar për mbajtjen e zarfit. Në fytyrat e tyre duke i qartë shqetësimi, pasi askush nuk e dinte se çfarë vendimi ishte marrë dhe sa serioze ishte situata. Heshtja në shtëpi ishte e thellë dhe tensioni rritej çdo moment. Siç duket, këtë herë ishte Brikena ajo që mori zarfin e zi dhe u ngarkua ta lexonte para të gjithë banorëve. Me një ton serioz dhe me emocione të dukshme, ajo filloi të lexonte mesazhin që vinte nga vëllai i madh. Teksa fjalët e saj dëgjoheshin në ambient, banorët e tjerë ndiqnin me vëmendje çdo detaj. Në përmbajtjen e zarfit thuaj se Kristi kishte fyer rregullat e shtëpisë, një shkelje që konsiderohej e rëndë dhe e papranueshme brenda lojës. Teksa Brikena vazhdonte leximin, atmosfera në shtëpi u bë edhe më e tensionuar dhe emocionet u rritën ndjeshëm. Sipas vendimit të bërë publik, për shkak të kësaj shkeljeje të rregullave, Kristi do të eliminohej menjëherë nga gara. Ky vendim i papritur ka tronditur banorët, pasi eliminimi i drejt për drejt përmes zarfit të zi është një nga ndëshkimet më të forta që mund të merret në shtëpi. Pas leximit të zarfit, në shtëpi mbizotëroi heshtja. Disa banorë u pan të habitur dhe të tronditur nga lajmi, ndërsa të tjerë dukeshin të shqetësuar për pasojat që kjo ngjarje mund të kishte në rrjedhën e lojës. Reagimet ishin të ndryshme, por të gjithë ndjenin peshën e momentit. Kristi nga ana e tij u përball me vendimin dhe kuptoi se rrugëtimi i tij në shtëpi kishte marrë fund. Momenti ishte i mbushur me emocione, pasi eliminimi i menjëhershëm është gjithmonë një situatë e vështirë për çdo konkurrent. Banorët e tjerë e pan situatën me seriozitet, duke reflektuar mbi rëndësinë e respektimit të rregullave. Kjo ngjarje ka ndryshuar menjëherë atmosferën brenda shtëpisë, duke i bërë banorët më të kujdesshëm për sjelljen dhe veprimet e tyre. Zarfi i zi shërbeu si një paralajmërim i fortë për të gjithë se rregullat e lojës janë të qarta dhe çdo shkelje ka pasoja të rënda. Largimi i Kristit pritet të ndikojë edhe në dinamikën e lojës, duke ndryshuar marrëdhëniet mes banorëve dhe balancat brenda shtëpisë. Aleancat mund të ndryshojnë, strategjit mund të rishikohen dhe tensionet mund të rriten edhe më shumë pas këtij vendimi. Mbetet për t'u parë se si do të vazhdoj gara pas këtij eliminimi të papritur dhe si do të reagojnë banorët në ditët në vijim. Një gjë është e sigurt, momenti i zarfit të zi ka sjellë emocione të forta, dramë dhe tension, duke treguar edhe një herë se brenda shtëpisë çdo gjë mund të ndryshojë në çdo moment dhe se rrugëtimi i çdo konkurrenti varet nga respektimi i rregullave dhe vendimet e lojës. Një nga momentet më të forta dhe më të papritura të këtij sezoni të Big Brother VIP Albania ndodhi kur zarfi i zi u hap dhe emri i Kristi Lamaj u lexua si i përjashtuar përfundimisht nga gara. Një fjalë e vetme mjaftoi për të ndryshuar atmosferën e gjithë shtëpisë. Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara. Televotimi aktual anulohet. Në atë çast, loja pushoi se qeni thjesht një garë. U kthye në një moment tronditjeje kolektive. Heshtja që foli më shumë se fjalët. Kur zarfi i zi u soll në sallon, askush nuk e priste që situata do të merrte këtë kthes. Banorët ishin mësuar me surpriza, nominime, eliminime dramatike, por përjashtimi përfundimtar është një tjetër peshë. Ai nuk lidhet me votën e publikut, por me një vendim të prerë të produksionit. Sapo u lexua njoftimi, në shtëpi ra një heshtje herënë. Disa banorë ngrinë në vend. Të tjerë shkëmbyen shikime të habitura. Nuk pati brohoritje, nuk pati reagime të menjëhershme, vetëm hutim. Kristi qëndronte i qetë në pamje të parë, por në fytyrën e tij lexej tensioni. Ai nuk reagoi me shpërthim, nuk kundërshtoi. Vetëm uli kokën për disa sekonda, sikur po përpiqej të përpunonte lajmin. Pse u mor ky vendim? Në tekstin e zarfit nuk u përmend arsye konkrete, por menjëherë nisën aludimet. Brenda shtëpisë u përfol se përjashtimi mund të ishte i lidhur me një shkelje të rëndë të rregullores. Dyshimet kryesore u përqendruan tek një veprim i mundshëm i Kristit për të kapërcyer murin rrethues të shtëpisë, një akt që konsiderohet shkeljen e rëndë e formatit.
Sipas diskutimeve mes banorëve, kjo nuk do të ishte hera e parë që ai kishte shfaqur tendenca të tilla. Nëse kjo është e vërtet, atëherë produksioni ka zbatuar një nga rregullat më të forta të formatit. Tentativa për të braktisur territorin e lojës pa leje çon në përjashtim të menjëhershëm. Megjithatë, deri në një deklaratë zyrtare, gjithçka mbetet në kuadër spekulimesh. Biseda në obor, lidhja e pitave. Selina u shpreh e bindur se arsyeja lidhej me shkeljen e rregullores. Ajo përmendi se kishte vënë re një sjellje të pazakontë tek Kristi ditët e fundit, një lloj nervozizmi dhe distancimi. Jurela shtoi detaje të tjera, duke kujtuar episode ku Kristi ishte shfaqur i ngarkuar emocionalisht. Sipas saj, ai dukej sikur po përgatitej për diçka. Të tjerë banorë mbeten më të rezervuar. Disa theksuan se nuk kishin parë asgjë konkrete dhe se nuk donin të nxirrnin përfundime pa një sqarim zyrtar. Kjo ndarje mendimesh krijoi një tension të ri brenda shtëpisë, jo konflikt, por një pasiguri që po i mbante të gjithë në ankth. Anulimi i televotimit, një tjetër tronditje. Një element që shtoi edhe më shumë konfuzion ishte anulimi i televotimit. Publiku kishte votuar, dinamika e lojës ishte në lëvizje dhe papritur gjithçka u anulua. Kjo nënkupton se përjashtimi ishte aq i rëndë sa ndikoi drejt për drejt në strukturën e javës. Loja do të riorganizohet. Nominimet do të rishikohen. Strategjik do të ndryshojnë. Në një format ku çdo vot ka peshë, anulimi i televotimit është një mesazh i fortë, diçka jashtë normale s'ka ndodhur. Reagimi emocional i banorëve. Disa banorë u pan të përlodhur, të tjerë të hutuar. Kishte edhe nga ata që dukeshin të përmbajtur, ndoshta duke menduar për ndikimin që kjo do të kishte në lojën e tyre. Kristi kishte krijuar dinamika të forta brenda shtëpisë, debate, aleanca, përplasje, momente afrimiteti. Largimi i tij nuk është vetëm një dalje, por një boshllëk në strukturën e marrëdhënieve. Një banor u shpreh, nuk e prisja kështu. Mendova se do të ishte televotim. Një tjetër shtoi, duhet të ketë qenë diçka serioze. Atmosfera mbeti e rënduar për orë të tëra. Rrjeti në tension maksimal. Jashtë shtëpisë, reagimet në rrjetet sociale shpërthyen menjëherë. Fansat nisën të analizojnë video, fragmente, sjellje të mëparshme. U publikuan teori të ndryshme. Disa e mbështetën vendimin duke theksuar rëndësinë e respektimit të rregullave. Të tjerë kërkuan transparencë të plot nga produksioni. Videoja e momentit të leximit të zarfit u shpërnda me shpejtësi, duke u bërë një nga klipet më të komentuara të sezonin. Çfarë pritet më tej? Për momentin, gjithçka mbetet në pritje të një reagimi zyrtar. Mund të ketë një sqarim në primein e radhës. Mund të ketë një deklaratë publike nga vetë Kristi. Banorët brenda shtëpisë presin përgjigje. Publiku jashtë kërkon qartësi. Një gjë është e sigurt, ky moment do të mbetet një nga kthesat më të forta të sezonit. Jo vetëm për shkak të përjashtimit, por për mënyrën se si ndodhi papritur, pa paralajmërim, me një zarf të zi që ndryshoi gjithçka brenda pak sekondash. Një kapitull që mbyllet, një tjetër që nis. Me një reality show si ky, çdo ditë është e paparashikueshme. Por ka momente që shënojnë histori. Përjashtimi i Kristi Lamajt është një prej tyre. Loja vazhdon. Strategjitë do të riformohen. Aleancat do të testohen. Por hija e këtij momenti do të qëndrojë gjatë në shtëpi. Deri atëherë, pyetjet mbeten pezull. Dhe publiku pret. Drama me zarf të zi në Big Brother Albania, Roger, Kristini dhe shpullat që tronditi shtëpinë mbrëmja kishte nisur si çdo tjetër në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Dritat e buta, kamerat që kapnin çdo lëvizje, banorët të shpërndar në grupe të vogla duke diskutuar nominimet, aleancat dhe thashethemet e ditës. Por askush nuk e priste që ajo natë do të hynte në historinë e formatit si një nga momentet më të tensionuara dhe më të komentuarat. Zarfi zi, paralajmërimi i heshtur i stuhis kur në ekran u shfaq njoftimi. Banor, në Livind ka mbërritur një zarf i zi, shtëpia u mbak. Heshtja ra si një për të heran. Në atë format, zarfi i zi nuk sillte kur lajm të mirë. Ishte simbol i ndëshkimit, i përjashtimit, i një vendimi të rënë. Roger u ngriti pari për ta marrë. Fytyra e tij zakonisht e qetë dhe ironike, duke jetëndosur.
Kristini po e shikonte me sy të ngrirë, ndërsa Kristi rrinte pak më mbrapa me krahët e kryqëzuar. Kur Roger hapi zarfin dhe nisi të lexonte me zë të lartë, tensioni u trash. Për shkak të shkeljes së rregullave dhe përfshirjes në një konflikt fizik, produksioni ka marrë një vendim, fjalët mezi dilnin nga goja e tij. Banorët nisën të shikonin njëri tjetrin. Disa e dinin për çfarë bëhej fjalë. Disa shpresonin që situata të mos kishte pasoja ekstreme. Përplasja, si nisi gjithçka debati mes Rogerit dhe Kristinit, kishte nisur si një diskutim banal për një nominim. Por në atë shtëpi, emocionet janë gjithmonë në maksimum. Çdo fjalë tingëllon dy fish më e fortë. Çdo ironi duket si sulm personal. Kristini e kishte akuzuar Rogerin për lojë të dy fish. Roger, nga ana tjetër, e quajti hipokrit. Kristi ndërhyri për ta mbrojtur Kristinin dhe aty situata mori kthes. Zërat u ngritën. Fjalët u ashpërsuan. Banorët tentuan të ndanin palët, por një moment i vetëm mjaftoi. Kristi, i nervozuar, i gjuajti me shpull Kristinit një sekondë dhe ngrirë. Një shurmë në thatë. Një shpërthim reagimesh. Dikush bërthiti. Dikush qau. Dikush mbeti i shtangur. Roger u kthye menjëherë drejt Kristit duke i kërkuar llogari. Por dëmi ishte bërë. Reagimi i shtëpisë pas incidentit, produksioni ndërhyri menjëherë. Transmetimi live u ndërprer për pak minuta. Banorët u dërguan në dhoma të ndara. Kristini qëndronte në divan me sytë e mbushur me lot, jo aq nga dhimbja fizike, sa nga poshtërimi publik. Në atë shtëpi, çdo gjë amplifikohet. Një gjë si tillë nuk është thjesht një reagim momental, është një shenjë e humbjes së kontrollit. Roger ishte i trazuar. Ai e dinte që situata mund të kishte pasoja të rënda për të gjithë grupin. Ai tentoi të fliste me Kristinin, por ky i fundit nuk donte komunikim. Kristi, ndërkohë, duke i penduar. Nervozizmi i kishte rënë. Në vend të agresivitetit, tani kishte heshtje. Leximi i plot i zarfit të zi kur banorët u mblodhen sërish në living, atmosfera ishte e thtollë. Roger rifilloi leximin, dhuna fizike është e papranueshme. Pas analizimit të pamjeve, produksioni ka vendosur që Kristi të përjashtohet menjëherë nga gara. Një murmuritje përshkroi shtëpinë. Kristi uli kokën. Nuk kundërshtoi. Nuk debatoi. Vetëm tha, e humba kontrollin. Më vjen keq. Por në atë format, keqardhja nuk e fshin veprimin. Ndikimi emocional pas largimit të Kristit, shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Kristini u bë më i heshtur. Roger më reflektiv. Banorët e tjerë nisën të analizojnë çdo fjalë, çdo reagim. Konflikti nxori në pak disa të vërteta të forta. Presioni psikologjik brenda shtëpisë është real. Aleancat janë të brishta. Kufiri mes debatit dhe dhunës është i shenjtë. Roger, në një rrëfim në dhomën e rrëfimit, tha, ne harrojmë që jemi në lojë. E marrim personale. Por askush nuk meriton dhunë. Kristini, nga ana tjetër, u shpreh se ndjeu zhgënjim më shumë se sa zemërim. Nuk ma priste mendja, tha ai. Publiku dhe reagimi jashtë shtëpisë, rrjetet sociale shpërthyen. Opinioni u nda në dy kampe. Disa e dënuan as për veprimin e Kristit. Të tjerë argumentuan për presionin ekstrem të formatit. Por një gjë ishte e qartë, momenti u bë viral. Një pikë kthese për lojën pas asaj nate, dinamika ndryshoi. Roger u pozicionua si zë i arsyes. Kristini fitoi simpati publike. Banorët u bën më të kujdesshëm. Zarfi i zi nuk ishte thjesht një ndëshkim. Ishte një kujtesë. Në atë shtëpi, loja është e fortë, por rregullat janë të panegociueshme. Epilogu emocional në ngjarje të tilla tregojnë se reality show-t nuk janë vetëm argëtim. Janë eksperimente sociale. Nxjerrin në pak karakterin, dobësinë, krenarin dhe impulsin. Shpulla ishte një sekond. Pasojat të gjata. Dhe në fund, ajo që mbetet është pyetja, a ja vlen loja kur humbet kontrollin mbi veten? Në shtëpinë e Big Brotherit, çdo moment shkruan histori. Por disa momente, si ai me zarf të zi, mbeten të paharrueshme.